Prej disa ditësh një lajm që këngëtari Luiz Eili do të ishte pjesë e Ferma VIP duke zëvendësuar beskallakun po qarkullon nëpër mediat online. Lidhur me këtë lajm ka reaguar së fundmi këngëtari, i cili e ka sqaruar një herë e mirë. Luizi ka sqaruar se jo vetëm që nuk do të jetë pjesë e Ferma VIP, por as kandidat për ndonjë forcë politike. Mendoja se do të ndalonit, por jo. Ju bëj me dije se nuk kam folur kur me askënd, as ndonjë telefonat në lidhje me atë Ferma VIP. Pra me pak fjalë, nuk do të jem në asnjë fermë, as nuk do të jem kandidat për ndonjë forcë politike. Boll se nuk kam më lezet, shkruan Luizi në Insta Story.